Qepa të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. A mund ta imagjinoni dot se qepa mund t'ju mbrojë nga probleme të ndryshme siç janë ato të radikaleve të lira ose problemet e zemrës, të pasura me komponent kimik të sqafurit, të cilat i kthejnë ato në një perime diagnostifikuese, detoksifikuese dhe me shumë veti antibakteriale dhe antimikrobike. Qepët, të freskëta ose të gjalla, nuk duhet të mungojnë në një dietë të shëndetshme. Në veçanti, qepa e kombinuar me shafranin e Indisë parandalon shfaqjen e radikaleve të lira në zorën e trash, sipas ullumtimeve të publikuar në Clinical Gastroenterology and Hepatology. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu, konsumi i rregullt i qepës largon qelizat e dëmshme dhe qelizat të cilat shkaktohen nga radikalet e lira. Quercetin, që përmban qepa, redukton presionin e gjakut dhe ngurtësimin e arterieve, duke mbajtur zemrën të shëndetshme për më shumë vite. Qepa ul nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bën atë aleate në luftën kundër diabetit. Qepët kanë veti antihistaminike dhe antiinflamatore që parandalojnë gjithashtu edhe shfaqjen e problemeve të astmës. Qepa dhe hudhra janë elementet kryesorë të kuzhinës së shëndetshme. Shumica e gatimeve ka nevojë për qepë dhe hudhër për një shije më të mirë dhe të veçantë. Qepët jo vetëm që japin aromë të shkëlqyer ushqimit, por gjithashtu janë edhe të shëndetshme. Në këtë video do ju tregojmë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës sipas Healthline. Qepët do të ofrojnë bakterie të mira. Ne preferojmë të mos mendojmë më shumë për bakteriet, ato na bëjnë të sëmuremi apo jo. Megjithatë, nuk është e vërtetë. Ne gjithashtu kemi një sasi të madhe të bakterieve prebiotike që jetojnë brenda trupit tonë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibra prebiotike të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Ato mbajnë të shëndetshme florën në zorrën tuaj dhe rregullojnë nivelin bakterial. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e elementëve ushqyes. Këto bakterie shtypin bakterie të dëmshme dhe i nxjerrin nga zorra juaj. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Edhe këto studime kanë treguar se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon piksin e gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol të qepa, por ato shtojnë shumë aromë. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja sesa kripën shtesë. Kripa është e dëmshme për presionin e gjakut, ndërsa qepa ju sjell përfitime për këtë aspekt. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për diabetikët. Studimet kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjakun e kafshëve ulën ndjeshëm nga konsumi i qepës. Shkencëtarët mendojnë se sqafurit e qepa bën që prodhimi i insulinës të rritet, gjë që ul nivelet e sheqerit në gjak, dhe studimet tregojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj në formën e rregullt do të japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë aleati juaj më i mirë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Disa përbërës të qepërt, siç janë quercetina, ndihmojnë në pankreasin dhe zorrën të funksionojnë më mirë, duke kontrolluar më lehtë nivelet e sheqerit dhe duke mbështetur përthithjen e glukozës. Të gjithë e dimë se sa thelbësore janë perimet në dietën tonë, por qepa fshet disa përfitime unike që ndoshta nuk i keni kuptuar. Ky përbërës i thjeshtë dhe i përditshëm mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj, duke ofruar përfitime të shumta, duke filluar nga rritja e imunitetit deri te forcimi i kockave tuaja. Por le të shohim në detaje disa nga përfitimet më të rëndësishme që qepa do t'i jap trupit dhe imunitetit tuaj. Qepa do të mbush trupin me lëndë të mira ushqyese. Qepët janë një thesar i vërtet i lëndëve ushqyese me kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin shëndetin tuaj. Veçanërisht e pasur me vitaminën C, qepa ndihmon në forcimin e imunitetit dhe thithjen e ekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksione nervore, dhe gjitha kjo me pak kalori. Qepa është aleate e mirë e shëndetit tuaj të zemrës. Ngrënia e qepës mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore janë arsyet
Ato ulin nivelin e kolesterolit dhe trigliceritëve duke mbrojtur zemrën tuaj. Plus ato ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, që do të thotë se zemra juaj do të punojë më mirë dhe do të ketë gjithashtu më pak stres. Qepët janë aleate të mira edhe në shëndetin tuaj të kockave. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe forcimin e densitetit të kockave, duke parandaluar osteoporozën dhe humbjen e kockave. Qepët mbajnë larg edhe problemin e bakterjeve. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale, komponentët që ato përmbajnë si quercetin janë veçanërisht efektiv në neutralizimin e bakterjeve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione në trup. Qepët ndihmojnë me tretjen dhe në shëndetin e zorrve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, qepët janë përgjigja. Ato janë të mbushura me fibra dhe prebiotik, të cilët janë thelbësor për funksionin e shëndetshëm të zorrës dhe rritjen e bakterieve të mira. Me ndihmën e këtyre prebiotikëve forcojnë procesin e tretjes, reduktojnë inflamacionin dhe forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar i organizmit. Duke mbajtur larg komplikacionet e rënda që i kanosen shëndetit, qepët do të kthehen në një aleat të vërtet në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Qepët gjithashtu kanë veti të mira antiinflamatore dhe fibra dhe gjithashtu janë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për një dietë të shëndetshme. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e qepës në formën e tyre natyrale, për të evituar kështu edhe humbjen e vlerave gjatë gatimit të saj. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe këshillohen edhe të përfshihen në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepa ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Në vend të ilaçeve me efekte të shumta anësore, ato që duhet të bëjnë kujdes me kolesterolin mund ta përfshijnë qepën duke zgjidhur problemet brenda disa ditëve. Qepët do të eliminojnë gjithashtu edhe parazitët. Bakteriet të dëmshme që hyjnë në trupin e njerëzit normale tretën organizëm me ndihmën e qepës. Qepa ndikon pozitivisht edhe te astma bronkiale dhe pagjumësia. Ajo ka në përbërje squfur dhe quercetin, dy antioksidantë që reduktojnë efektet e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A dhe B, si dhe minerale si potasiumi, kalciumi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Varieteti i kuq i qepës është i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskët në 3 minuta, eliminoni të gjitha bakteriet në gojën tuaj. Gjithashtu qepa mban nivelin normal të qarkullimit të gjakut, duke parandaluar edhe mpiksjen. Hollimi i gjakut zvogëlon mundësinë e goditjeve në zemër ose në tru. Në rastin e ftohjes, një gotë me lëng qepe e përzier me mjalt është një recetë e vërtetë në lehtësimin e problemit, derisa të merrni trajtimin e specializuar. Një përdorim tjetër i qepës është ai për qëllime kozmetike. Mund habiteni, por një përzierje uthullës së bardhë me lëngun e qepës zgjidh problemet e puçrave në lëkurë. Spitali Anderson Hospital ka arritur në veçori se qepa përmban një substancë siç është proposulfuit, një veprim i jashtëzakonshëm kundër radikaleve të lira. Cilësitë e mrekullueshme të qepës i ka vënë në dokje edhe profesor Victor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë për komunitetin shkencor ndërkombëtar se qepa ishte aftë të kompensonte dëmtimet që sillte në gjak një ushqim i yndyrshëm. Kjo u vërtetua edhe nga Universiteti Amerikan George Washington i Bostonit, duke shtuar se substancat e qepës nuk lejojnë krijimin e gjak të mpiksjes në formë të trupave të vegjël, të cilët bllokojnë arteriet, duke shkaktuar kështu aksidente vaskulare ose cerebrale si tromboze të tjera. Efektet të veçanta të qepës janë vënë re edhe në luftën kundër problemeve të zorrës së trashë dhe parandalimin e tyre. Instituti Farmakologjik Mario Negri në Milano, në bashkëpunim me një grup studentësh zvicerian, përmes 8 studimeve të ndryshme, rezultoi se njeriu që ha 7 herë në javë qep ul me 50% mundësinë e prekjes nga radikalet e lira.
Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.